Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 11 nëntor 2025, ora 7 fiks. Startojmë këtë emision në ora juaj dhe për ditën e sotme, ku si zakonisht do të qëndrojmë së bashku në këto 2 orë të para të mëngjesit të kësaj të martët të datës 11 nëntor, si çdo ditë nga hëna në të premte, për orës 7 deri në orën 9, edhe për sot në këto 2 orë të këtij mëngjesi. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream oranews.tv. Fillimisht në pjesën e parë do të përpiqemi të japim një pasqyrë të detajuar të asaj se çfarë ka ndodhur në orët e fundit përmes faqes webit oranews.tv dhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju, kështu që ju ftoj të na ndiqni edhe për ditën e sotme. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, video Saranda përmbyllet të rrugët e qytetit kthehen në Lumej. Detaje nga ngjarja në Vlorë, zbulohet identiteti i të lënduarit, 30 vjeçari në gjendje kritike. Arrestimi 27 vjeçarit pas sherrit në Bashki, banorët mblidhen jashtë komisariatit Pogradesit në shenjë proteste, mbrojti interesin publik. Konflikti në Vlorë lëndohet me thik 30 vjeçari. Sfida e banorëve të Dugagjinit rrezikon jetën për të shkuar në shtëpi. Raporti Shqipëria një nga korridorët kryesore të kontrabandës në Europë. U denoncua nga Ora News ku bllokon çokoladat me insekte në supermarketin Diambe në Durrës. Emri sherri në Këshillin Bashkiak në Pogradec, arrestohet qytetari që goditi punojësin. Lufta e çmendur e Llagamit për nuk kushtetuese. Goditën 36 vjeçarin dhe u larguan shpallën në kërkim 2 persona në Peqin. Ndalohen 4 persona në Fier, një gjetën doza me lëndë narkotike. Nga lidhja e fshet e Pengmarja, si organizoi Ishe Dashura skenarin ndaj 27 vjeçarit në Tiranë. Emrat rrëmbyen të riun për 5.000 euro, identifikohen 5 autorët të vihen në pranga, 2 prej tyre. Konfliktin në Këshillin Bashkiak të Pogradecit, qytetari që u konfliktua me këshilltarin, u ngrit dhe video policia namin në rrugë, 25 të arrestuar dhe proceduar për shkeljet e rregullave të qarkullimit në Tiranë. Qose takim të veçantë me komunitetin fetar bashkëpunim për integrimin e të burgosurve, shpërthen në flak një automjet në Vlorë, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Plas sherri në Këshillin Bashkiak të Pogradecit, këshilltari përleshet fizikisht me qytetarin në sallë. Emrat lejuan kalimin e kamionit me drogë, pezullohen 2 policë të pikës kufitare Hani Hotit. Përkujtohet në komisar pajtim Ali Stafaj në 15 vjetorin e rënies në krye të detyrës. Letra e plot, vrau gjyqtarin Kalaja. Elvis Kambi letër nga burgu për Ora News, një keqardhje prej vitesh ishin kthyer në eksperiment njerëzor. Përplasi për vdekje këmbësore dhe u largua nga vendi i ngjarjes, arrestohet 58 vjeçari në Durrës. Dosja Partizani GKK rrëzon kërkesat e avokatëve për pavlefshmëri të akteve hetimore të Spakut. Punësoi të miturin si kamarier dhe organizues të lojrave të fadit, arrestohet pronari i lokalit në kombinat. Tragjikën ka vaj 58 vjeçarin, humb kontrollin e mjetit, aksidenton fatalisht këmbësoren 82 vjeçare. Rreshet e shiut shkaktojnë rënje gurësh në rrugën Kardiq Delvin, apeli për shoferët. Aksidenti rënd në Fier, makina e policisë përplaset në benzin, 2 efektiv dhe shoferja mbetën plagos. Rreshet e shiut përmbytin rrugët e Vlorës. Paga mesatare për drejtuesit e parë të policisë së shtetit rritën në 171.500 lekë. Siguria në punë në rrezik, Nikolaj, minierat, ndërtimi dhe sektori energjetik ndër më të rrezikshëm. Kapitulli për mjedisin mbetet ndër më të dobtit. Nika mungon vullneti politik për mjedisin.
Rimi i hapësirave publike vijon pandalim edhe në fundjavë gjatë zgjedhjeve të pjesshme lokale. Kanosi me Kalashnikov, bashkëfshatarin, arrestohet një javë më pas 42 vjeçarin në Tepele. Ranë kontakt me energjinë elektrike gjatë punës në Shkodër, ku ishte ish trajneri 38 vjeçar që la pas 2 fëmijë. Ranë kontakt me rrymën elektrike, humbjetën punojësi i kompanisë së internetit në Shkodër. E rënd në Fusharës gjendet në rrugë trupi i pajeti një 65 vjeçari. 9 vjeçari që nuk ka munguar kur në zgjedhjen në Vlorë, kanë votuar gjithmonë jam korrekt. Hollywoodi jo më një ëndër kur do xhirohen filmat në Shqipëri. Shmangu 3.7 milion euro të ardhura nga tatimet, Prokuroria e Tiranës mbyll hetimet, tregon në gjyq buzëstor për evazion fiskal. Rreth 200 raste e bullizmi online, AKSK, platformë avancuar për raportim dhe edukim. 2 vishim i net qëndrimeve turistike në Shkodër, mbi 167.000 vizitorë në sitet kulturore deri në muajin tetor. Dalim të lajmin nga politika. Spak e thret për 20 janarin. Gjela Berisha do të shoqërohet në forcë nëse nuk paraqitet. Zhlima, shteti dhe ligji funksionojnë selektivisht, shpesh për të përfituar vota dhe për të fshehur pa aftësinë. Kapri, kur do zhbllokohen fondet e IPARD-it, Spiropali, Spak dhe BE po heton Greqia jo pengesë për në Bashkimin Evropian. Opozita ka shpallur falimentin. Shkurti ka humbur besimi tek establishmenti. Pjesëmarrja në Vlorë 12%, Ramaj, njerëzit nuk kanë më interes fare se kush do i qeverisë. Hetimet për 21 janarin. Abilekaj u fshi serveri dhe u zhdukën prova, shumë e vështirë të gjendet urdhërues. Softa qytetarët bojkotuan zgjedhjet për shkak të mungesës alternativës politike. Mbushkolaj, Kosova tregoi garë të ndershme, ndërsa Shqipëria s'ka pasur zgjedhje reale që për vitin 2015. Vendimet e Partisë Demokratike Këlliçi, delegacioni i Bashkimit Evropian i keq informuar, deklarata e Berishës nuk ishte thyese. Ligji për barazinë gjinore, ambasadori e Francës s'ka direktivë të posaçme të BE-s për ligjin. Kur vota humbet kuptimin, Shqipëria përballet me demokraci pa pjesëmarrës. Opozita nuk fitoi asnjë nga 5 bashkitë, Berisha me këtë qeveri s'bën dot zgjedhje, farsë elektorale. Në bojkoti s'është opsion, Berisha i prerë, do të përdorim të gjitha mjetet që kuvendi të zbatoj rregullore. Pletirje për hetimet e 20 janarit, reagon Berisha. Begaj dekreton një shkruaj bashkiaku në Vlorë si ambasador të Zvicrës. Rama ndan pamje nga ndërtimi i gjimnazit Sulejman Elezi në Laknas, shkollë moderne me hapësira bashkëkohore. Humbi në Berat përballë kandidatit të Partisë Socialiste, reagon Shkarpa, do vazhdojmë të luftojmë. Viti 2026, kapitull vendimtar për integrimin evropian, Spiropali, pasaporta evropiane, agent me objektiva konkret. Berisha në Spak për 20 janarin, avokati Gjokutaj, nuk kemi asnjë njoftim. Zgjedhjen 5 bashki qose procesi i qetë në disa bashki, rezultati më i thellë se në 11 maj.
Ngrihet grupi I punës për paketën e medias. Sulmet ndaj ambasadorit Gonzato, Berisha përjashtohet 10 ditë nga kuvendi. Spak I çon fjalë Berishës për 21 janar. Celibashi shpall rezultatin në 5 bashkit, brenda vitit 2026 të kemi një ligj të ri zgjedhor. Akuzat Arben Ahmetaj pa ditë qeverinë në Strasburg. Zgjedhjet e pjesshme vendore, Ali Mehmeti, sistemi politik ka rënë, Shqipëria po I largohet demokracisë. Pesë me 0, Berisha asnjë fjalë për rezultatin dramatik. Opozitës në parlament po privohemi nga e drejta jo. Peleshi integrimin në BE kërkon angazhimin e të gjithë shoqërisë. Video tabaku, ky nuk është buxheti I shqiptarëve, por I pakicës që pasurohet me koncesione. Katastrofa në Berat, Lefter Maliqi kërkon ndërheqjen e Eno Bozdos, është hera e dytë që ai begaj pret Gonzatën për kushtuar për përmbushjen e prioriteteve të integrimit në Bashkimin Evropian. Kryebashkiaku më jetë gjatë Gëzim Topçiu I Maliqit analizon garën e pjesshme të 9 nëntorit. Gonzato duhet përfshirje nga qeveria dhe opozita për integrimin në Bashkimin Evropian. Për të mbyllur negociatat në 2027 duhet të Partia Socialiste kërkon pezullimin e Berishës, PD të ballës etika mblidhet, por opozita bojkoton komisionet pas humbjes së zgjedhjeve. Zgjedhjet e pjesshme Rama, 5 bashki, 5 fitore dhe 5 arsye më shumë për t'i falenderuar qytetarët krenar për Partinë Socialiste. Ronilda Mersini fiton Vlorën, do t'jeme përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytet. Fitoi zgjedhjet në Tepelen Gramosako, do t'jem në shërbim të qytetarëve. Altin Bojni, besimin e qytetarëve do ta përkthejnë në punë për matin. Shqipëri, fleta e votimit në Berat me frazën e Fai Konicës. Statistikat e 9 nëntorit, votuesit mbi 55 vjeç vendimtar për rezultatin, 34.4% e zgjedhësve dhanë 50% të votave. Kapitullim pa kushte në Berat, Pavlo Shkarpa rreshton shkaqjet në Ora News, PD e opozita kanë probleme serioze, nuk mundet Partia Socialiste me këto metoda. Pjesëmarrja ulët në zgjedhje, sociologe Antelia Binjaku shpjegon arsyet e bojkotit, ka humbur besimit e politika. Nuk njohin fe nga as Zot, Spahia reagon ndaj ngjarjeve në xhamin e Hubeker në Shkodër. Pjesëmarrja ulët në votimet e së dielës, Çuçi, kur s'ke kundërshtar të fortë, stadiumi mbetet bosh. Manita në garën e 9 nëntorit, Partia Socialiste 5-0 në zgjedhjet e pjesshme, vendore rezultate sipas bashkive. Shoh zhvillimet nga rajoni. Emri dhe foto u gjet me pranga në duar, makinën e djegur zbulohet identiteti I shqiptarit. Studia e fortë godet Greqin, një mijë shkreptima në më pak se 2 orë. Ndryshimet në fushë Kosovë. Bekolli, votuesit ndëshkojnë pushtetin e kaluar, janë lodhur edhe nga premtimet boshe. Balotazhi treguesi I përmbytjes Drenori, zgjedhje demokratike, rezultati u pranua dhe nuk e diskutoi njëri. Ngjarja në Greqi gjendet një plumb në trupin e viktimës që dyshohet se është shqiptar. Grekët kursejnë Orizin në dasma, do hidhet Orizi dëmtuar. Në çështjen e Kosovës u përfshiva në maj të 98-s, gjyqi ndaj shkrerëve të UÇK-s, diplomati Christopher Hill dëshmon Hag kanë punuar me presidentin Slobodan Milošević.
Balotazhin e fiton Lidhja Demokratike e Kosovës, merr Prishtinën në 5 nga 9 komunat ku garonte në raundin e dytë të zgjedhjeve. Kroacia nuk do të thrasë për shërbim ushtarak shtetasit me 2 shtetësi që jetojnë jashtë vendit. Ela Balatova, balotazhi për komunat i rregullt dhe gjithë përfshirës. I kontribuat demokracisë në Kosovë, Kurti reagon për rezultatin e balotazhit zgjedhor. Procesi gjyqësor në Hag nis dëshmin diplomati amerikan. Çfarë tregojnë rezultatet e balotazheve? Në Zhvedin Spahiu skanon garën në Kosovë, sukses i balancuar politikisht. Kosova pas balotazhit LDK-ja ruan Prishtinën, PDK-ja Prizrenin, vetëvendosje fiton Mitrovicën. Fotolajmi, Kurdi e Peci festojnë me plisa në kokë në Mitrovicë. Balotazhet në Kosovë, Koçi, të gjithë fituesit kanë shpallur fitoret, të gjithë humbësit kanë uruar kundërshtarët e tyre. Harta përfundon balotazhin e zgjedhjeve në Kosovë, cila parti do t'u udhëheqë në cilën komunë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet paraprake. Reagon Kurti, vetëvendosja fitoi në total 7 komuna në fushë Kosovë, në bëjmë ndryshimin. KQZ shpalli rezultatet paraprake në Kosovë, LDK kryeson me 5 komuna, ndiqet nga lëvizja vetëvendosje. Shkatërrohet banda e pritërinjve në Greqi, bashkëpunonin me shqiptar për trafik. Rishfet në procesin zgjedhor në Kosovë, 2 persona në prangë. Ministri Zveçla kritikohet pse fotografoi dhe postoi një aktivist të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kapen armë e municione 2 të ndaluar në Vushtri. Kurti përuron dronin skifteri të prodhuar në Kosovë. Ministeri në Greqi, viktima dyshohet se është shqiptar. Pritet të merret ADN-ja. Trupi u gjet brenda makinës së djegur, automjeti qëndroi mbi 40 tetor në vendin e ngjarjes. Fillimi i bashkëpunimit mes policisë Kosovës dhe asaj kroate. Zakarova thëmbon presidentin serb, ndoshta janë 2 Vučić, Nena thot një gjë, të tjerëve një gjë tjetër. New York Times, Vučić miraton një ligj të ri dhe i dhuron Trumpit vendin historik në mes të Beogradit. Detale shqiptari gjendet pas 2 ditësh i djegur në sediljen e pasme të makinës në Greqi. Greqi mjekët në grevë për shkak situatës mjerueshme në spitalet publike. Hala monëveri të vendit, policia e Kosovës dhe KFOR-i zhvillojnë stërvitje. Përfaqësim i garantuar në malin e Zi. Camaj, të ulim censusin, kërkojmë 4 mandate të garantuara. Shoh zhvillimet nga bota. Bie populariteti i Merz, vetëm 18% e gjermanëve do donin që të rikandidonte për kancelar. Libër llogarish kriminale. Gazeta spanjolle, si ditari i kreut klanit shqiptar, fundosi grupin. Kjo është gruaja që ndërtoi fushatën e cila përmbysi politikën amerikane, fitoria e Mamdamit në New York. Italia në samitin e klimës në Brazil, mungon Meloni. Larje hesapësh për leshje mes bandave shqiptare, 3 persona të lënduar. Kapet banda e trafikut të drogës në Itali, mes tyre të përfshirë dhe disa shqiptarë. Arrestohen 3 shqiptarë për trafik në Itali, sekuestrohen mbi 20 kg hashash dhe 44.000 euro. Japonia mposhtë Kinën arrin mrekullinë e shëndërimit të ujit të kripur në energji.
Misioni historik në Mars ndoshton raketa New Glenn e Jeff Bezos, 6 kg kokainë dhe mbi 18.000 euro të fshehura në sedilje, si tentoi të shpëtonte karabinierëve 21 vjeçari shqiptar. Redaktimi i fjalimit për ngjarjen e 6 janarit 2021, Trump kërcënon BBC-n me padi $1 miliard dëmshpërblim. Reduktimet të mëdha të energjisë në Ukrainë si pasojë e vërteta që doli në sipërfaqe fal Google Earth, u zbuloi trupi i postirit të zhdukur 7 vite më parë. Shpërthim lindi 8 persona ndrojnë jetë dhe dhjetra të lënduar. Redaktuan gabim fjalimin e tij, Trump nuk pranon faljen e BBC, do t'i padis. Erdhën në Itali, helikopteri privat rrëzohet në Toskana, raportohet për disa të pajetë mes tyre dhe 2 biznesmen. Pranon se punoi si spiun Poloni Igor Rogovi, i dha informacione shërbimit sekret rus, e shoqja transportonte USB të koduara. Pas 20 ditëve në burg, gjykata e Parisit shpall lirimin me kusht për Sarkozy. Kreu i FBI vizitoi fshehurazi Kinën, çfarë u dakordsua. COP30 nis me kritika, kreu i konferencës vendet e pasura kanë humbur vullnetin, synimi ulja e emetimeve të gazeve serë. Belgjik prani dronësh pranë centralit bërthamor, përmbytet tani e peshkimit në brigjet e Koresë së Jugut në persona të zhdukur. Teherani përballet me krizë uji për shkak të thatësisë së madhe. Foli për Trumpin, Zelenskit i fikën ndyer drita gjatë intervistës për The Guardian. Burgu është i ashpër, prokuroria e Parisit kërkon liri me kusht për Nicolas Sarkozy. U kap me 6 kg kokainë dhe para, arrestohet 21 vjeçari shqiptar në Bari. Prag tragjedia në Slovaki përplasjen 2 trena me 800 pasagerë dhe jetrat plagosur. Von der Leyen u përgjigjet kritikave për planin buxhetor trilionësh në TBS. Dhe në fund lajmet nga sporti, YouTuberi i njohur publikon fotot Mesit dhe Infantinos përpara botërorit Katarit. Mancini më në fund thot po pranon ofertën në Al Sadd në Katar, ku gjezin kryen seancën e parë stërvitore përpara duelit me Andorrën, mungojnë 3 lojtarë. Trajneri i Serbisë, një fitore Shqipërisë në Andorra, vlerëson triumfin ton në Wembley. Leo Messi rikthehet në fushën ku u rrit si legjend, shpresoj që një ditë mund kthehen dhe jo vetëm për të thënë lam të mirë si lojtar. Cristiano Ronaldo zbulon se kur do të martohet me Georgina Rodriguez. Trishtim në Torino, 2 humbje jete në ditën e dytë të ADB Finals. Skandali basteve në Turqi nuk ka fund, mbi 1.000 lojtarë të përfshirë mes tyre dhe shoku i skuadrës së Muçit. Atalanta nuk pret më gjatë, shkarkon trajneri Juric, e zvendëson Rafaele Palladino. Lautaro mbarazon Mazolan në historinë e golashënuesve të Interit. Italia Gattuso Chiesa ka arsyet e tij që mungon, nuk kemi këtu për piknik. Roma në alarm, dëmtim serioz për Dobbik, mungon 4 deri në 6 javë. Dëmtohet Courtois, mungon në ndeshjen e Belgjikës. Shqipëria ngline Robenia porosi për tifozët nga policia e shtetit dhe FSHF. Formula 1, numër 1 i Ferrarit shfryn kundër pilotëve vëmendjen të timoni, janë në deklaratat për shtyp. Italia grumbullohet për 2 ndeshjet e fundit, Gattuso nuk do të jetë si piknik. Video Mita flet para sfidës me Andorrën, duhet jemi të fokusuar, nuk është kundërshtar i lehtë. Formula 1, Max Verstappen pranon humbjen në garën për kampionatin. Rooney, Granit Xhaka, transferimi më i mirë i sezonit. Anglisë do t'i mungojnë 3 futbollistë për sfidën me Shqipërinë. Peshkëritja Geleda Carja e pandalshme, shqiptare vendos 2 rekorde botërore për të reja. Shqipëria ndron botërorin kombëtare ka nisur përgatitjet për ndeshjet e fundit
kualifikuese. Përzgjedhet formacioni dhe trajneri javës së 11 në Biznes Superiore. Barcelona në Porcellan me 3 golësh nga Lewandowski shkon në -3 nga Real Madrid. Lautaro dhe Boni rikthejnë Interin në krye të renditjes. Këto ishin përmbledhur lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, ndërkohë është momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare. Kthehemi pas pak nis komunikimi me ju, mos largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:29 minuta. E dini tashmë që koha nga ky moment deri në përfundim është për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit. Përmes bisedave tuaja në studio, në numrat e kontaktit 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e emisionit në takimin e sotëm e martë, sot data 11 nëntor 2025, ora është në 7:30 minuta, sapo përmbyllëm kështu pjesën e njohjes me lajmet dhe zhvillimet kryesore për të gjithë ju që tani si ditën paksa të informuar me atë se çfarë ka ndodhur në mënyrë përmbledhur patjetër në vend dhe jo vetëm, por që më detajuara sigurisht i gjeni në oranews.tv. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë për ditën e sotme. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Të urojmë shëndet. Faleminderit. Vetëm ule zërin televizorit, të lutem. Një sekond. Dëgjoj tani. Jam një klient nga Skrapari. Po. Kom besim që s'man për dritat jam pensionist për ujt ka? Po, patjetër. Po vetëm sigurime shoqërore ka degën Berati në Skrapar, thot jo thot. Si thot jo? Po tani të thuash, domethënë të ka thënë nuk ka apo nuk të takon? Nuk takon, jo, nuk ka thot, nuk ka dalë ndonjë ligj thot për kombesimin e ujit. Të ujit jo, të energjisë. Energjisë e marr, po të për ujit. Jo, të ujit jo, ndjes, nuk e dëgjova. Shumë faleminderit për respektin. Vetëm të energjisë. A do të energjisë e merr? Të energjisë po, e marr. Super fare. Mirë, bukur. Shumë faleminderit. Edhe juve faleminderit për telefonatën. Kalofsh mirë. Ditë mbar. Faleminderit shumë edhe ju. Po, kombesimi i energjisë ekziston. Alo, mirëmëngjesi. Kemi telefonat tjetër. Okej, presim pak çaste. Në nisje të komunikimit drejt për drejt me ju për ditën e sotme në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë. Përshëndetje. Klodi. Urdo, po, Klodi jam. Numër 541 kam morën nga përshkria. Urdo? Ato dokumentat si qove, ti qova që. Ku mi dërgove i ndëruar? Kësi përgjigje apo jo? Cili rast, se së mbaj mund nga zëri, më vjen keq. Numër 541 në fund. E shkopia, i meri. Një merë capa? Po. Kom dhe dokumentat tjere, po deshe të sjeli. Jo, mjaftojnë këto i ndëruar, dosja është në rregull, thjesht është duke u punuar. Kështu që në momentin e parë që do visi përgjigje, do ta kesh dhe një Albania, kontrolloj her pas here, Ne, po do më qesh mesazh bësh përgjigje këtë ditë. Po në momentin që do nëse ma sjellin, patjetër që po. Faleminderit. Por gjithsesi kontrolloj her pas here në Albania, mirë? Ose me kontroll të shkruaj në fjalë shumë. Më shkruaj sa herë të duash. Faleminderit, mos më bezdis. Nuk më bezdis fare. Faleminderit. Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Sa kohë ju them që më lini një numër kontakti dhe ju shkruaj nga telefoni im, nuk ka as pak bezdisje. Përkundrazi, pyesni sa herë ju ta shikoni të arsyeshme. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. U le zërin e televizorit, të lutem. Alo, plot. Ikim me telefonat tjetër në 068 60 54 639 në 068 99 00008. Ju lutem bëni kujdes me zërin televizorit. Okej, kuptoj që ndoshta nuk mund të jetë i ulur kur ju e keni kapur linjën, për paktën kur ja u themi, do t'tregoni pak më të kujdesshëm sepse humbim goxha kohë, besoni për këtë dhe mundësinë e tjerëve për të bërë protagonist në emision. Në 7:33 jemi. Okej. Shumë mesazhe prapë. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Po.
Alo, Klodi. Po. Po flisni zonjë, ju lutem. Jam një zonjë nga Kuqova. Vajtan për të hapur të telefoni dhe nuk kisha gjë. Si nuk kishe gjë? Ikim me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Tani ju lutem. Alo. Përshëndetje, Ule mirëmëngjes. një zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ule zërin televizorit. Klodi, jam një shikus nga këte, nga Monza, që të kam marrë për tapin e shpiz godës, Po, dhe në legalizimit. po. Është këthë në i përgjigje Ku ma ke sjell dokumentin, të lutem? në telefon. Në Messenger se kemi bisedu në dhe më ke majtë numrin e telefonit. Për Messenger ku me çfarë emri? Eduard Avni Gjoka. S'ka me këtë emër Messenger. Eduard me D apo me T? Eduard Avni Gjoka. Ke shkruar Ke emrin majtë numrin e telefonit tim, Avni. Po ku ma ke nisur e ndëruar? Për zotin, të më the pas më ka ardhë the, Po ku? që ka ke mesazhet e fsheta. Një sekond. Të kam shkruar un mesazh? Ja, Nga adresa jote ka ardhur me emrin Eduard. po pra, Eduard, me adresën e Agim Gjigjës. Po këtë më thua jo Eduard. Pse më thua Eduard pastaj? Me adresën e Agim Gjigjës. Po, 68 21 39 790. Edhe të pas kam shkruar, pse thua s'më ke shkruar? Më ke shku për të bëj bisedë në WhatsApp. Jo, ka shkruar okay, Eduard Gjoka është emri i personit që ka Po, aplikuar. po. Jo, nuk e kam marrë akoma përgjigjen. Mirë. Mirë. Se më ke majtë numrin e telefonit. Urdo? Më ke majtë numrin tim telefonit, thash. Po pra, po unë e kam atë dokumentin e Mirë. aplikimit. Rof, faleminderit. Ja ku Je është i dokumenti? Ja ku është. Mirë. Domethënë, Shumë faleminderit. aplikimi është bërë në Po. 14 dhjetor 2023. Po. Në emrin Eduard Gjoka në Po. Manës, Armat, Po, të Durrës. po, po, Adresa Fanoli. po. Po pra. E kam, Mirë, Rof. merak fare, të lutem, faleminderit ty. Shumë faleminderit, Telefonat, Klodi. ditë të bukur. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, Mirëmëngjes. alo, Klodi. Po. Alo. Nuk na dëgjon zonja. Të lutem zonja na merr nesër. Faleminderit. Iki me telefonat tjetër 068 99 00008 në 068 60 54 639. Nëse më dëgjon nga televizori ose do kesh me problem telefonit pastaj se është e treta herë që nuk po futemi dot. Ndaj, okay, mund të provosh prap. Alo, përshëndetje. Alo, Mëngjes. mirëmëngjes. Jam e shoku nga Kruja, desha me të për Ulisën. Po, Vikullaj. po, A bo gjë për të Ulisën e jo? për çfarë? Për aplikimin kam pas aplikuar për banesën nga ne kam marrë, po për Ulisët. Më ke sjell dokument aplikimi? Po. Po duhet ma thuash një nderuar, se unë nga zëri nuk ju mbaj dot mend të gjithëve. Jo, sa pas ke drejtë s'kam më. Jo, nga zëri jo, si identifikoj dot kush është, më kupton? 900 në krona të dy fundës. Sa? 9? 992. 192. Po. Ambi Kullaj. Po s'më ke sjell dokument. 992 në fund. Të kam provë. 992, thas edhe 192 mo. Jo, 992. Ndjes. Të kam provë në WhatsApp. Di. Jelbena e ke kontrolluar, Hamdi? Po. Kur? Ka 2 ditë. E sigurt? Të më kruaj. Po nuk e ke kontrolluar, Hamdi. Nuk e ke kontrolluar Jelbenia, se Jelbenia nuk është hapur.
S'është hapur Elbeni ime. Nuk e ke hapur këto ditë. O? Si jo? Kontrolloj Hamdi dhe pastaj më merr në telefon, të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Tani do të tregojmë pak sinqert me njëri tjetrin, ëh. Mundësisht. Presim tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam nga Lezhë, jam i interesuar pra pensionit, kuptohet se problemet tona janë më shumë tashti psikologjike, jo rregulla ligje. Unë për shembull personalisht kam filluar punë në vitin 76 pa i bërë tamam 15 vjeç. Ky ligj i ri thot mbi 18 vjeç. 3 vjet duhet më humbin mu? Pse duhet të humbin? Po, sipas ligjit mbi 18 vjeç, apo nuk e kam unë informacionin e sa? Dinjer, gjo pak, i nderuar. Po. Se është kuptuar pak gabim kjo. Ligji nuk futet për të gjithë në lojë. Nëse dikush i ka, ja të them, nëse dikush vitet e punës që përcaktohen në ligj, i ka të rregullta, i njihen nga 14 vjeç, nga 16 vjeç, nuk hyn ligji këtu. O, tryt zoti. Si? Tryt zoti. Një sekond, pra të sqaroj. Pra nëse unë kam punuar në ish ndërmarrje bujqësore, ish ndërmarrje shtetërore në kooperativë bujqësore, dhe kam të rregullta me dokumentacion dhe vërtetoj që kam punuar në atë kohë, mua nuk më kap ky ligji. Atëherë jo pra, ligji është bërë për atë kategori që nuk i ka këto vite, që nuk i njihen për 500 arsye. Dhe kësaj kategorie që nuk i njihet, ligji llogarit nga mosha 18 vjeç pa gjyq. Atyre që kanë probleme, jo atyre që s'kan probleme. Unë si rregull i kam me dokumenta. Nëse i ke me dokumente dhe të vërtetueshme nga institucioni, nuk ka lidhje, nuk të prek ligji. Po ty trujt zoti, faleminderit. Po jo, ashtu është njësoj si ligji për vjedhje për shembull. Ligji për vjedhje është në fuqi, po nuk do dënohemi të gjithë nëse nuk vjedhim. Dënohet ai që vjedhet. Që vjedh. Jo, ai që vjedhet, ai që vjedh. Jo, trujt zoti. Jo, e thashtë për ta kuptuar si funksionon. Një psikologjike ishte te unë thoshim si ka mundësi që s'kam për t'i marrë. Shumë faleminderit për fjalimin. Jo, nuk ka lidhje jo. Nëse ti ke të rregullta do i merr nga mosha 14 vjeç, patjetër 15, 16, 17. 15 kam filluar punë pa 4 ditë. Edhe një herë, në rast se i ke të rregullta këto, të njihen. Po. Si rregull i kam të rregulla për shtetin, nuk e di se si funksionon. Ligji funksionon dhe futet në zbatim tek ata që i kanë të pa rregullta dhe u llogariten pastaj nga mosha 18 vjeç. Pra këtej i njeh një pjesë, këtej nuk ja njeh një pjesë. Po ti shumë faleminderit për sqarimin. Mirë. Faleminderit edhe juve. Trujt zoti. Për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Rodi Karaj. Po, përshëndetje. Përshëndetje mirë. Kam një dy pyetje. Të ngjoj dobë, pse kështu? Jo, nuk fola fare, urdhëro. Jo tani. Bashkëja ime ka dalë ka 10 vjet në pension, mirë po kur ka qenë gocë nuk i gjinen vjetërsitë e punës. Po. Tani, kjo kohë, të aplikoj për këtë shtesë pension, të vite unë apo jo, me këtë ligjneri që ka dalë. Çfarë moshe ka zonja? Zonja 72 vjeç. Shiko, të drejtën e aplikimit nuk ja heq askush, mund të aplikojë në Albania, patjetër. Të aplikoj apo mos aplikoj thash? Po. Të aplikoj. Në Albania, sigurisht. Ka drejt që të ftohen nga vitet që nuk janë gjendur, Këtë nuk e di sepse varet nga interpretimi i sigurimeve shoqërore, por për aplikim po mund të aplikoj pa diskutim çfarë. Mirë, kam një pyetje tjetër tash. Me kënaqësi. Kjo punë naftës është ndakja, sa shumë nda. Po vijoni nderuar. Unë falenderit, Klodi. Të lutemi dashur, falenderit juve që na ndiqni. Je shumë i madh, mirë pafshim. Shumë falenderit. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, uleni zërin e televizorit, zonjë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, të lutem, më fal, po. Alo. Urdhoni. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Po, Klodia. Jam një banore këtu ke Ish Parku. Dhe kam probleme me çatim.
që kur u bë qenara tërmeti, nuk në vlerësuan ashtu siç duheshe, dhe tani mua çatia më shapur totalisht. Mi po poshtë meje, unë jam shtëpi dyqaçe dhe poshtë meje është një dyqan furbuke. Ule zërin e televizorit. Ralinja. Okej. Presim tjetër telefonues në 7:44 minuta jemi në pjesën e dytë të programit për takimin e sotëm. Vion komunikimin në 068 60 54 639 068 99 0008 dhe nëse na dëgjon nga telefoni, nga televizori zonja, nuk rivlerësohen më banesat, cilat qoftë edhe nëse janë rivlerësuar gabim në të kaluarën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urdhoni. Folin me Adanos. Urdo? Klodin. Po, Klodja. Uleni zërin e televizorit, zotri, ju lutem. Do flisni apo ta mbyllim? Po me ty jam duke folur, po duhet ulësh zërin e televizorit, zotri, më dëgjon apo jo? Falem. Uleni, ju lutem. Ule. O zotri, do flasësh apo jo? Alo? Ua. Flisni, zotri? Është era e fundit që ja u them, alo, përshëndetje, flisni ose në të kundër do ta mbyll pastaj. Alo? A, mirë, okej. Na shiko atëherë nga televizori. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Mirë si jeni ju? Jam një zonjë që bëra gjyq për pensionin. Bëra gjyq me pensionin se më kishin humbur vjetërsitë e punës dhe aplikova, e fitova me gjyq, pagova 6 muaj siguracione, dhe nuk më takojnë në vjetërsitë e tjera që duhet të dilja me shumë fëmijë. Jam 65 vjeçe. Dëgjoj pak zonjë. Sa vite punë keni ju? 15. I pagova 6 muaj pagova, se aq më dushi. Më dëgjoj pak e dashur. Ha. Nënat me shumë fëmijë dalin të tilla në pension nëse kanë edhe 30 vite punë. Po. Në të kundër do dalin sipas moshës saktuar, ligjore që njësoj si gjitha gratë e tjera. Po. Më kupton, kështu që ju nuk mund të dilni si nën me shumë fëmijë, pavarësisht se sa fëmijë keni, në rast se nuk e keni shoqëruar këtë me 30 vite punë. Po. Më kupton? Prandaj nuk e dal. Se unë e bëra me gjyq. Çfarë bëre me gjyq? Se për punë e pensionit se pata një gatres me emër tjetër, po të njëjtin emër që kam unë. Po e kuptoj, kjo është tjetër gjë, e dashur. Ajo që po them është që nënat me shumë fëmijë dalin në pension duke pasur 6 fëmijë, 10 kam. Dhe ti kesh me jetë, dhe duke pasur po ashtu 30 vite punë. Faleminderit. Jo më pak se 30 vite. Nëse kanë më pak, pastaj dalin si gjithë të tjerë. Dakor? Faleminderit edhe juve për telefonatën. Mirupafshim. Ju dëgjofshim. Bukur, do të kalojmë në një mesazh përpara se të presim telefonat tjetër, të flasim për çështjet e pensioneve, të cilat aktualisht duket. Okej, është ajo rritja gjithmonë që ndodh në momente të caktuara, megjithatë pensionistët me të drejtë ankohen që dakor të shpak, patjetër që shpak, dhe sa më shumë kalojnë vitet, aq më në disfavor për ta është. Së fundi ka një lajm shumë pozitiv që shpresoj dhe besoj do të merret në konsiderat. Banka e Shqipërisë ka bërë me dje një rekomandim në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, duke i sugjeruar institucioneve si qeveria apo qoftë edhe Institutit Sigurimeve Shoqërore që të mbështeten tek shtylla e 2 dhe 3 të pensioneve. Çfarë do thotë kjo? Që të mbështeten te pensionet private, sepse është e vështirë që të mbahet për një kohë të gjatë, e fut në kolaps të gjithë skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në shtet. Thënë kjo,
kompanitë dhe individët duhet ta shohin si zgjidhje për përfitimin e drejt për drejt të tyre dhe zgjidhje shumë herë më të mirë në fakt se kjo aktualja, pensionet private. Dhe ku ka më mirë se sa para tuaja ti investoni, ti keni në llogaritë tuaj bankare në Sigal Invest, në kompani më të madhe sigurimeve në vend Sigal. Dhe aty do të shikoni që këto para nuk do të jenë thjesht dhe vetëm aq sa ju depozitoni, por jo, ju mund të shikoni çdo ditë, pra është si një lloj burse ajo, e cila shtohet dita ditës në favorin tuaj. Pra nëse ti depoziton te kjo llogaria bankare një sasi caktuar lekësh, nesër, në kuptimin e drejt për drejt nesër, pra të mërkurën, e shikon që ajo nuk është më aq, por është shtuar. Dhe ku ka më mirë se sa të funksionojë kështu, nëse ju e keni tashmë një fond të caktuar, mos e mbani aty sepse nuk ka asnjë vlerë duke mbajtur në sirtar apo në portofol, por e depozitoni aty, merrni interesat e saktuara, kthimi 4.6%. Në vit mund ta përdorni kur ju të doni, për çfarë do lloj nevoje, pas një lloj penaliteti patjetër, sepse ligji, e kanë thënë edhe ata të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë, është shumë më favorizues se sa në vende ndryshme të Bashkimit Evropian. Kështu që niseni të paktën sot për të mos qenë vonë në një të ardhme që vjen shpejt, dhe do të shikoni, do të bën e sigurt që t'ja bëni vetes atë pyetjen, po pse nuk e kam bërë më përpara këtë lloj mënyre funksionimi. Ja ku jemi. E keni sot, asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjërat mira, për të investuar lekët tona në të mirën tonë dhe të familjes. E fondi është 100% i trashëgueshëm, e marrin dhe familjarët në rast se ati që kontribuon ka një problem, pëson një fatkeqësi, sepse njerëz të gjallë jemi, gjithçka mund të na ndodhë, mirë po kur ju e depozitoni atë në Sigal, për asgjë nuk duhet të shqetësoni. Telefononi numrin poshtë 069 20 60 438 për të marrë gjithë informacionin e dur, dhe në rast se nuk keni vendosur që të aplikoni, thjesht dëgjojeni për të kuptuar ato përfitimet. Pra, nëse ti ke 2 lek, ato do të bën 3, 4, 5, 6 me kalimin e kohës. Nëse ke 10, do të bën 20, 30, 40. E pse? Të mos e bëjmë dhe ne, duke pasur në telefonin tuaj llogarinë bankare dhe shikon çdo ditë, po rriten paratë mia, vetëm me Sigal. Bukur, kemi kohë për telefonat tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Kam dalë në pension në vitin 2012. Dhe i çova vjetërsinë e punës me dokumenta që kam edhe shtetërore dhe në fshat. Dhe ajo ma hoqi minjan dokumentin, bile ja çova dokumentin e fshatit, 6 vjet vjetërsi pune. E hoqja minjan, sepse më tha kjo nuk hyn në punë, tha që ai edhe unë e kam flet mendjen e jam e vonuar ndoshta. Çfarë dokumenti është ky zot? Që ka vite pune, kam punuar unë në Vulçpi, në fshat. Po, dhe kush nuk ta njeh këtë? Sa i çova dokumentat atë ditë në sigurinë shoqërore, i hapi, ajo i pa vjetërsinë e qytetit në rregull, të fshatit, sa më kjo nuk të hyn në punë, sa. Këto nuk hyn në punë, sa këto vitet e fshatit, pra nuk hyn në punë. Po se kam drejt të filloj të kërkoj unë apo jam vonuar apo nuk kam të drejtë. Ke dalë në pension? Po, që në 2012. Patjetër që ke drejtë edhe sot, sigurisht. Do të thënë shkoj të kërkoj edhe sot. Patjetër, çdo vit dhe kohë e humbur e gjetur në një fazë të caktuar, sigurisht që po. Faleminderit. Faleminderit juve. Për telefonatën shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Okej, s'kemi kohë. Bukur. Kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të themi pas pak, por para se dëgjoni dhe këshillet e mjekut, ja ku jemi me Prostatol, kompleksin 100% bimor që lufton problemet tuaja me prostatën. Mos eksperimentoni me shëndetin tuaj, gjë që ndoshta mund ta bëjmë nga sikleti apo e keqja që ndonjëherë na përfshin në trupin ton, por për sa i përket prostatës, jemi me Prostatol, ku ka më mirë se sa çdo problematikë shëndetësore të kurohet nga natyra. Dhe ja, ku e keni nga natyra terapi, 100% bimor, madje funksionon edhe si ushqyes, nuk ka si lloj efekti ansor, se s'ka si të ketë kur ha një limon apo një shek për shembull, nuk ka se si të ketë efekte ansore. Dhe nëse ju jeni duke u trajtuar për një problem tjetër shëndetësor dhe jeni duke marrë medikamente të tjera, Prostatol nuk ndërvepron me këto ilaçe, sepse është vetëm specifik për prostatën. Kështu që mendoni për shëndetin tuaj me Prostatol. Kthehemi pas pak. Dhe kthehemi në studio në këtë pjesë të tretë të programit në ora 8 në vijim komunikimi drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Kam një problem. Kam gruan datënia maj 64. Kur i takon për gjysmën pensionit? Kur i takon për?
Gjysmë pensioni. Pse gjysmë pensioni? Po 15 vjet punë. Aha. Shko, mosha për gratë, pra i ka bërë 61 vjeç apo jo? Po, i ka bërë në maj të 66-ës bën 62. Jo, në maj të 66-ës ka bërë 2 vjeç ajo. Bën 62. Okej. Pra në maj të këtij viti ajo ka bërë 61 vjeç apo jo? Po. Kështu që në maj të 2026-ës del në pension. Në maj bie. Po, 62 vjeçe. Po, kështu dokumentet kur mundi nisi apo s'ka problem. Kur të doni ju? Në maj, pasi të plotësoj moshën. Pak më përpara, 1 muaj, 2 muaj, si ta mendoni juve? Faleminderit. Nuk ka si lloj problemi. Faleminderit juve që telefonuat. Në ditë mbar. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Në Epelena flasim. Urdhëroni te Epelena. More, kemi një pronë që na viti 92 o Klodi me dokumenta, me të fituara gjyqe. Na kanë apeluar tani, kemi që në 2017 me gjyqe, 3 vendime të formës së prerë. Na kanë apeluar, nuk e kuptojnë përse na kanë apeluar. Po është e drejta. Njëjta gjyqtare që dha këto vendime dha dhe apelimin. Jo, edhe një herë, e nderuar, dëgjoj pak që e kuptoj se ne nuk i dimë procedurat, por nuk është kështu. Nuk e apeloi gjyqtari ai çështje. Po 3 vendime të formës së prerë, si shpjegove? Jo, nuk janë të formës së prerë. Dashur më dëgjoj pak, të lutem. Për zotin të formës së prerë, si të ti vërtetoj tani. Të lutem tani zonjë. Të ti nisë në qofë se s'ke besim pastaj. Jo, nuk është besim, të lutem shpirt. Të shpjegoj se nëse e ke këtë mendje për ta vazhduar kështu, je gabim. Edhe duke pasur të drejtë për pronën tënde. Je gabim duke folur kështu. Që do të thotë, vendimi i formës së prerë merret në apel. Nuk merret në gjykatat e shkallëve. Jo, të formës së prerë të t'i dërgoj të 3 vendimet. Do më dëgjosh pak të lutem? A ke një vendim të gjykatës së apelit e dashur? Të gjykatës së apelit jo, po 3 vendime të formës së prerë të shkallës parë i kam. Po nuk ka më i zemër tani vendim të formës së prerë nga shkalla e parë, se s'mund të ketë një vendim i cili është i apelueshëm. Prandaj thuhet aty në fund. Palët e kemi të formës së prerë me vull, me firmë, me të t'i dërgoj të... Zonjë, të lutem tani se po më lë më mbyte, nuk po më lë të flas, do më lësh të shpjegoj apo jo. Kështu i kemi marrë tani, nuk dim që të themi, po e kam dhe problemin tjetër se u kam burrën të smurë. Nderuar, më dëgjoj pak. E di, unë po të kuptoj, po thjesht më lër të shpjegoj se je gabim se si po ma thua. Të lutem, do më lësh të ta shpjegoj? Po, të dëgjoj, po. Atëre. Në rast se gjykata e shkallës së parë, po e kthej ndryshe unë tani. Do kishte vendosur jo në favorin tuaj, por kundër teje. A do e kisha apeluar si çështje? Patjetër që po. Me vendim të formës së prerë di se ta apelohet. Po nuk ka vendim të formës së prerë gjykatat e shkallëve të para, o e dashur. Nuk ka vendim të formës së prerë atje. Se vendimet e këtyre gjykatave janë të apelueshme, pra se cila palë në këtë proces ka të drejtën që për 30 ditë vendimin e shkallës pare administrative se gjykatës edhe GKK-s madje. Më kupton? E merr ajo e apelit të posaçëm pastaj. Kështu që këto vendime janë të apelueshme. Këtu problemi është sa zgjat, pa jo se apelohet dhe nuk apelon gjyqtari. Është e drejtë kushtetuese për qytetarin kjo apelim. Qytetarit, e kuptoj o Klodi. Se po të ishte në formës prerë, sigurisht që ai do ishte i zbatueshëm pastaj. Dhe në fund do të thuaj që ky vendim hyn fuqi më njëherë do është i zbatueshëm nga dita që merret vendimi, por për sa kohë në fund thuhet që palët kanë të drejtë brenda 30 ditëve apo 45 ditëve ta apelojnë, aty pastaj është tjetër gjë. Këtu problemi është që zgjat. Nuk thuhet. Nuk thuhet. Okej, mi sill dokumentet i shoh. Po, kemi dokumente. Mirë dashur. Mos sill vendimet që ka marrë gjykata edhe. Mirë, po t'i dërgoj, do mundohem se dhe vetë nuk dim shumë o Klodi. Mundohem me dikës, ka problem. Mjafton që ne ti kemi. Mirë dashur. Po, do mundohemi. Okej, shumë përqafime. Kam burrin të smuri, kemi dërguar dhe një kërkesë dhe apelit se mori parasysh fare. Të mirë kuptoj totalisht. Ma dërgoj dhe faleminderit o Klodi. Do mundohem t'i dërgoj. Mirë, faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit. Gjithë të mirat. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. E parë jeni shumë sjellshëm. Urdhë? Jeni shumë sjellshëm. E dyta jam ai personi që mora në telefon dhe thash që nga tatimet nuk ka shkuar një pjesë e borderove në dyrën
numrin e sigurimeve dhe përpasoj. Alo? E njoh rastin se e përcolla para disa ditëve. E më tha që thënën... Dhe e kam dërguar prap, nuk më kanë sjell gjë të hënën, besoj, po sot me patjetër se edhe në rast se nuk do kujtojnë do ja u kujtoj unë, mirë? E po mirë, nuk po e marr. Shumë përshëndetje, faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirë, Urdhëro. Jam ai që folëm dje për atë punë sa i gabimit. Ti nis ato me Messenger, nuk e di ai atë ardhën. Ta shoh me emër? Si? Me emër? Me emër Asrit Algjerzia, në Messenger. Personi që ma ka nisur në Messenger. Po. Kush është? Ja pa unë jam që po flas. Ma thua emrin më? Asrit Algjerzia. Jam 2 foto, edhe ajo dhe e kempit, edhe ajo pagesa e saj. Edhe asaj... Nga Messengeri jot ma ke nisur? Po, Messenger. Po, ja, tani po e shoh. Sot po e shoh, mirë bërë që more. Dhe kjo është për? Për kempin. Për atë... Nuk të ka ardhur përgjigje? 2.5. Atë 2.5 që ishe ajo, shtesa funit. Për indeksimin? Indeksimi pra që quhet, ha? Një sekund. Ti ke pasur 22.624. 22? Po, pra kështu të... 226, 420. Po, 226.420 lek. Po, po. Dhe... ke marrë 262.000 lek. Po, me gjithë ato shtesat e tjera, shkon 200. Me gjithë ato shkon, po them baza. I ploti. Baza është kjo që po thash e qi. Pensioni invalid i plot është 262.380. Po, një sekund. Po, e ke marrë, kush të tha që se ke marrë? Po, unë e ka marrë, thash, po nuk është zona shtesa. Që duhet me 2.5%. Nuk e di që në e një thoshin 39 të ta. Jo e kemi bashkë, e kemi bashkë, nuk e di që është... Një moment, inderuar, do më thënë, në 7 nëntor ti ke marrë, do më thënë, më ke sjellë faturën e datës 7 nëntor. E ke pasur të njëjtën dhe tetorin dhe shtatorin, po thua? Po, edhe kurba indeksimi, edhe këj mund që u marrësh. Ska musi. Okej, në rregull, do ta verifikoj, po thash me që se të kam këtu për të pyetur. Po, jo, s'ka problem, ti verifikoje. Okej. Edhe pyete, me që jemi bashkë. Patjetër, më thuaj. Tash, edhe në këtë besoj se kam bërë tamam ato. Kës kam bërë tamam? Edhe te pensioni që kam dhënë, baza kur dolëm para 3 vitesh, e kam qenë me 320.000 pagën bazë. Tash nuk e di. Si e marrë to, në 7% të vëgarisë. Jo, ti e ke të plot. Po? Ti e ke të plotëm, sepse aty lexon të plot. Po, ke plot. Po, pse thua që është llogaritur 320 në fillim? Po jo, është paga bazë ku që kam dalë në raport. Po? Ku kam lënë punën, që vazhdoj raportet, dhe kur doli konfirmimisht, doli kjo shumë që folim shparën. 206, 420. Pra ti thua duhet kisha marrë më shumë? E pa. Ku bazohesh te kjo? Po tash në diagnoza, ku di unë. Se di fare. Se ka më vajtë. Shiko, çështja e kempeve i nderuar standarde. Si? Çështja e kempeve dhe pagesës është standarde, them, dhe nuk kemi pasur një rast të parë dhe të dytë që të ketë marrë më pak apo më shumë nga sa i ka takuar. Edhe? Si? Po edhe jo, po pasaj? Edhe që... Çfarë? Nuk e ka dalë tamam, si? Patjetër, po pra, nuk kemi një rast them të vetëm që deri sot, pra kaq vite kemi që i trajtojmë, të jem bërë gabime të tilla të kempit, sepse janë standarde, nuk është në varësi të njërit apo të tjetrit. Më kupton, invalidi i plot, pagesa e plot aq është sa që ka dalë ju.
Më kupton? Kjo merret në bazë rrogës, që ki marr, po. I ploti është i ploti pra. Se e ke aty të ploti nderuar. I ploti nuk mund të jetë ndryshe për njërin, ndryshe për tjetrin. Më kupton? Ndërsa për këtë të indeksimit mund ndiqet edhe pak në pasi ta mbyllim telefonatën bashkë se mund të jap një sqarim gjatë kësaj, dakor? Po. Faleminderit shumë për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes. Jam një qytetar, flas nga Durrësi. Po. Në ngusht, Klodi ka bërë një kërkesë në banorëti e Albanias. Bërë për... Në Albania? I Albania, po. Kam bërë një kërkesë sepse më mungonin 5 vjet në vjetësinë e punës, të cilat unë kam faktikisht në OSSE, tash që është bërë OSSE. Po. Unë kam hyrjen dhe daljen nuk e kisha. Sa keq. Këto 5 vite zakon. Në cilat vite ke punuar atje? Kam punuar nga viti 75 dhe sa 90. Fatkeqësisht ajo periudhë nuk të llogaritet pa gjyqin nderuar. Por unë bëra kërkesë, sepse unë kam kolegë të mi që marrin pensionet, sepse ne gjithë me një bordoro kemi qenë. Sepse mund të milion për jashtohen. Por i bëra kërkesë dhe nuk më kanë kthyer përgjigje. Simas këtyre që specialistëve që i kam bërë, më thonë që në qoftë nuk kthen përgjigje, do të thotë që të është miratuar kërkesa jote. Jo i nderuar, përgjigja është funksionon. Përgjigja vjen specifike kur miratohet dhe kur nuk miratohet. Sa kohë po bën që ke bërë atë kërkesën për ngusht. Edhe shkova sigurime shoqërore në ngusht. Po pra, ngusht. Po, ishin hap ato. Në përmet i Albanias dhe shkova ke sigurime shoqërore në ngusht, marrë atë do të vi përgjigja asa nëpërmjet i Albanias. E ke bërë në Durrës? Po, në Durrës, po. Okej. E zgjidhim kollaj atje. Si e ke emrin? Bujar Tira. Bujar Tira. Tira, me të. Kemi folur edhe herë tjetër bashkë apo jo? Neve kemi folur shumë kohë përpara, por nuk e kam. E mbaja më. Nuk e kam sqaruar Klodi, nuk e. Bujar, babaj, lutem. Urdhë? Babaj, si e ka emrin? Sulejman. Ndoshta nuk kemi folur për këtë punë. Jo, nuk kemi folur për këtë punë. Po. Nuk thash që kemi folur për këtë, po thjesht më duke emër i njohur dhe kemi folur kështu për raste tjera që nuk ka marrë për. Super. Kërkesën kur e ke bërë? E kam bërë në muajin gusht, Klodi. Në mas datës 15 ka qenë. E kam bërë këtu në... E ke atë dokumentin përpara aty? Apo e ke bërë në Albania? Në Albania, Klodi. E kam bërë ke bashkia se e kishën se unë se kam përdor. Po bi, kur e ke... Po mos ndoshta të ka ardhur përgjigja në Albania? E ke parë? Nuk ka... Po, shkova dje se unë nuk jam tu në Shqipëri, unë jam mjesht. Shkova ke këto ke i Albania, sa nuk ka ardhur përgjigja, dhe si mas këtyre, që në qofses nuk vjen përgjigja, do të thotë që është miratume. Si pas këtyre kujt? Pra, pas 30 ditëve që nuk është ka marrë përgjigja. Po kush ta thotë? Ja, nuk thotë gjë ajo, nuk thotë gjë. Që është miratume. Edhe njëherë, kush ta thotë këtë që në rast se nuk të vjen përgjigje është e miratuar? Më thanë, në qoftë se nuk të vjen përgjigje, heshtet do është e miratume si mas ligjit, më thanë këto, unë të pështy... Kush këto pra, po them? Kur thua këto, kush këto të ka thënë? Këto zonjat që... Jo, s'ka lidhje. Atëre, i nderuar, edhe njëherë, në cilin vit bëhet fjalë? Në vitin 1978 apo jo? 75, 79, sepse unë, Klodi, mas 79-ës, unë shkova me një, unë me miratime atëre e Komitetit Ekzekutiv, unë ka dova në një institucion, që unë s'mon të rrisha për punë 5 vjetë. Nuk është mund që me, se 5 vjetë punë. Me 28 shkurt, unë kam dalë nga puna, me 28 shkurt 79-ës. Dhe janë gjithë shokë të mi që cilët kanë marrë pension edhe drejtorin e të koha, është pa mund të bujata, janë të gjithë bordorot. Okej. Shiko, unë sa po shkruaj mesazh te drejtoria e sigurimeve në Durrës,
Po. Më dëgjo pak nëse mundesh nga televizori, në të kundërt pastaj më lër një numër telefoni që të kontaktoj për përgjigjen nëse na vjen më vonë. Po, ta le Klodi, po apo të marr nesër, si Jo, more, ma jep numrin. Po atëherë i sekond, e sekond. Të jam telefonë nga më gjithë. Se kontrolin pale. Ska gjë, jo. Klodi, atëherë 068 Po. Po, 439 0755. Okej. Bukur, faleminderit shumë. Rros Klodi, faleminderit ju. Të lutem. Gjithë të mirat. Faleminderit ju për telefonatën, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin flas. Klodi, ja. Unë kam aplikuar që në 2006, në thoni 20 vjetë, për këto legalizimet, edhe në djonë. Po të dëgjoj, vazhdoni. Edhe kam 3 ditë që vi vërdalë, isha të hipoteka në Rinas ishte mbyllur, vajta të hipoteka këtu. Ka në Rinas, ka ikur që aty. Të hipoteka në Tiranë, dhe aty pash që gjithë tjerë të hynë mua nuk më futën. I Albania nuk e përdor dot. Në cilën kadastër keni aplikuar? Në Tiranë. Cila drejtori u ka? Drejtoria aty ke Burgu me. Cilat janë të ndara ato? Janë Tirana, po janë të ndara si drejtori. Cilat kap? Po janë po ke dyshin duket i Zberishi, Kashari. Më sill dokumentin e aplikimit i nderuar dhe pyesu. Sill dokumentin e aplikimit? Po atë që keni aplikuar. Po unë dua të di këtë, pse s'm futën mua e tjerë të fushin? E ma kërkon mua këtë? Vajta ke drejtoria tjetër prapa ti ke drejtoria ke garda, ati janë futën, më sjaruan kështu. Po nuk jam unë personi dur për t'ju thëmë pse s'të futën, unë jam personi dur për të pyetur, për pse s'ka dalë. Po pse s'futën pasaj është çështje e para dyta, ata kanë bërë gabim që kanë futur të tjerët, nëse do kështu. Pra, për këto du të diun. Po mirë, pastaj, ose ndoshta do kenë lënë takim. Gjithsesi ti e ke të pyes apo t'ju them pse se la të futet? Jo, ndonë nxjerr këtë konkluzion më valla. Përse se unë nuk shoh televizor me kam 20 vjet që merrem me këtë punë që nuk vin atje. Ke politikanë dhe në mikok atje i ashtu. Aty shohin televizorin, si ka mundësi? Ku nuk sheh televizor? Kam 20 vjet që merrem me këtë punë. Po dashur, po çfarë po kërkon nga unë tani? Të lutem, që ta di dhe unë saktë. Po çfarë kërkoj? Ja këto legalizime. Po më jep dokumentin e aplikimit që të pyes. Si të pyes? Si ta japëm dokumentin. Mirë pastaj. Gjithë mirë vëlla. Mirë, gjithë. Do të kalojmë në mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë ju që na pyesni her pas here për çështjet e pensioneve, kështu që ka ardhur koha të shikojmë një ndërthurje me pensionin shtetëror që kemi për sa i përket punës tonë, por edhe me shtyllën e dytë pensionit që ka të bëjë me kontributet private. Kështu që e thon kjo ndryshe sakt, qartë dhe pa gabime. Investimi për pensionin privat është investimi i duhur i jetës dhe sidomos kur bëhet në Sigal Invest e shton akoma edhe më shumë vlerën sepse e para ka siguri maksimale 100% ku personi kontribon nuk ka si lloj rrezikshmërie dhe risku për të humbur paratë e veta sepse tek e fundit i ka këtu. Pra nuk është se ti ke një depozit caktuar mujore 100 euro po them 250, 10.000 lekë. Dhe çon diku e thua po ku e çova. Jo, e ke në llogarinë tënde bankare në telefon dhe shikon aty dita ditës që nëse ti ke 5 lekë aty, nesër pas nesër bëhen 10, 15, 20 dhe kështu me radhë. Dhe kur të shohësh pas një dekade, po themi kështu, nuk u beson dot asyve se thua paratë mia që kanë shtuar dhe ky është një lloj investimi me mend që ne bëjmë për veten tonë. Ndaj ka ardhur koha ta fillojmë që sot pavarësisht moshës, madje ata të cilët marrin para po themi nga fëmijët e tyre jashtë shtetit, t'ja u komunikojnë dhe t'ja u shpjegojnë sepse besoj, por jam shumë i sigurt që ata e dinë se si funksionon. Por thjesht nuk e kanë informacionin e duhur se si funksionon këtu në Shqipëri. Tregojuani, jepini dhe numrin e telefonit 069 40 61 438 për një informacion më të detajuar
Kështu që drejt kësaj mënyre funksionimi po shkojmë të gjithë, ndaj përqafojeni dhe ju këtë ide, sepse kështu keni përqafuar veten tuaj dhe keni hequr disa siklete në një të ardhme të afërt ndoshta dhe do të keni stabilitet dhe siguri financiare për veten tuaj. Faleminderit Sigal për këtë mundësi fantastike që keni dhënë për ne. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo të si u gdhit. Mirë si jeni ju? Ule zërin e televizorit, të lutem. Alo? Gjodi, Urdhëroni. kam një shqetësim Më thuaj. për çështjen e pensionit. Vërtet nuk është zgjidhje nga ju, po vetëm ta bëj si bisedë. Kam dalë para 7 vjetësh në pension. Po. Në 26 vite punë në shtep dhe 20 vite në privat të papaguar siguracioni privati. Po. Neve si digjemi, në çdo anë kam dalë me 120. Pse digjesh? Kur keni dalë në pension, në cilin vit? Saktë jo, po para 7 viteve. Po jo, po pse thua jam djegur? Ty të gjitha vitet janë llogaritur. Jo, flas, 26 vjet, 27 janë shtetërore që kam punuar në Monizë. Po, e saktë, e kuptova, dhe? Ashtu, pjesën tjetër privat, dhe privati sa ka paguar siguracione siç ka qenë shteti, edhe ne të kemi dalë me 120.000 lekë pension. Nuk të janë llogaritur këto vitet e privatit? Privati s'ka pagu siguracion kurrë. Po për çfarë llogarit ato vite pastaj, kur s'ka paguar? Po, janë duke thënë që të punosh 47 vjet. Jo, s'ke punuar 47, dashur, ke punuar 27, jo 47. 27 kam punuar. Jo, ke punuar 27. 27 pra të tjerë dhe pa ndërprerje kam punuar, po edhe një herë dashur, po siguracion private. Ç'lidhje ka kjo? Ti ke punuar 27 vite të një shteti dhe sigurimet. Dhe me 27 vite? Jo, po edhe një herë, dashur, nëse jo nga shteti, nuk flas se kam digje nga shteti. Edhe një herë. Po përdesë kishte llogarizëndje. Edhe si po pse të një 27 dhe jo 50 vite? Po s'ka paguar privati, kam punuar po privat. Dashur, edhe një herë, po si vërtetohet që ke punuar 20 dhe jo 2 vite? Nëse s'ke paguar kontribut. Edhe një herë, e dashur, më dëgjoj pak, e nderuar, të lutem. Ti ke punuar 20 vite në privat, pas sigurime shoqërore. Po. Dhe unë jam drejtori i sigurimeve shoqërore dhe të them, Mojzojnë, po pse 20 dhe jo 5? Si e vërteton ti? Unë kam punuar te privati, jo ke sigurime shoqërore. Po shpirt edhe një herë, dhe te privati, dhe te shtetërori, ku ke punuar në administratë publike, në privat, në të gjitha, në çfarë do lloj ndërmarrje, sigurime shoqërore i marrin konsiderat vitet e punës. Dhe unë po them, ju deklaroni që keni punuar 20 vite në privat apo jo? Po. Kur vjen koha për pension, unë të bëj pyetje si drejtori i sigurimeve, të them pse thua 20 dhe jo 5? Ti të ta them tani se unë kam punuar, s'kam punuar një ditë. Unë nuk të besoj pra, që ke punuar 20, unë them ke punuar 2 muaj. Po privati e mohon çdo gjë? Jo se mohon privati, ti e ke mohuar vetë sa kohë ke pranuar të punosh pa sigurime. Po kam punuar nga e keqja, si ishte nevojtarët hajde. E di e dashur, dhe shiko ç'a bën këtu. Pronari i privatit që të ka shfrytzuar atje, të ka thënë do punosh pa sigurime. Po. Gabimi i parë ky. Gabimi i dytë është juaj, që keni pranuar të punoni pa sigurime. Dhe dyja këto gabimet pastaj reflektohen te dashur, edhe një herë po si edhe një herë, o zonjë, po kjo është pastaj i bie që të shkatërrohet, ta thash edhe një herë, pse 20 dhe jo 2 vite? Unë them ke punuar 2, ti thua 20. Pyetja e madhe këtu është si vërtetohet kjo? Kjo vërtetohet me pagesa sigurimeve shoqërore. Pik. Ty s'të llogaritet kjo periudhë, ti ke punuar 27 vite. Më kupton? Nëse çfarë më llogaritet mua 27 vite, vetëm vitet që ke punuar, zonjë, vetëm ato të llogariten. Që ti ke paguar kontribute. 8.000 lekë? Si? Me të shtesa që u bën tani 800 lekë kap, patjetër. Kjo mbetet për të parë pastaj sepse lista përfundimtare nuk është publikuar ende. Besoj nga muaji dhjetor, nga mesi i muajit dhjetor do të dalin në gjitha kategoritë sa përfitojnë. Më kupton?
Mirë, Klodi, faleminderit. Faleminderit juve dashur. Gjithë të mirat, faleminderit për telefonatën. Do shkojmë edhe me tjetër apo? Me reklama, bukur shumë. Prostatol, zgjidhja e dur për gjithë ju që keni probleme me prostatën, janë burrat mbi 40 vjeç, ata të cilët kanë mundësinë më të lartë për të prekur nga problemet të çfarëdo lloj faze të prostatës. Si më thoshte dikush kanë probleme, thoshte se nuk e di nëse nëse të bën punë, po ta tregoj kështu se si është forma e prostatoli. Është lehtësisht e kapërcyeshme, kështu që mos keni merak. Dhe efektet të cilit do t'i keni me njëherë në javët dhe muajt e parë. Përdorini prostatolin, ndiqni dhe këshillën e mjekut për mënyrën se si duhet ta përdorni, sepse është zgjidhja e duhur për shëndetin tuaj. Kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Me kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për sot në 8:31 minuta. Vijon komunikimi me ju, mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes dhe një ditë. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Klodi, kemi pritur një përgjigje për atë unë e banesës këtu në Selit, 522 që janë. Se kam nga 2 muaj që të kam thënë se s'kam qenë këtu. Ta shoh? A ka një përgjigje? Alim apo jo? Unë Alim e kam, po... Nuk e nisur dje. E së qunit, Armando Hoxha. Po, edhe njerë, unë ja u kam thënë gjithmonë, pra më ke sill identik atë që të kam thënë. Do të vendosësh kod... Unë ja dërgova këtë sepse më ka që unë ja bëj numri i asaj. Po e keni ju atë? E keni ju në Albania numrin e referencës. Për të gjurmuar aplikimin ekzistues, ju lutem vendosni numrin e aplikimit të kryer më parë dhe klikoni butonin kërko. Kodin e aplikimit e ke në telefon, atë duhet kërkosh dhe të ka dalë. Unë ja u kam thënë me aplikimit. Si? Të aplikimit që ke bërë për certifikatën. Aplikim të nuk e kuptoj aty çfarë numri është se është kodi i gjurmimit ajo i nderuar. Pasi bën një aplikim të vjen kodi i gjurmimit që edhe këtë e ke në Albania te mesazhet tuaj djalit. Edhe atë kodin e gjurmimit është me shumë shifra, urdhon? Si? Prandaj u dërgova këtë foto të që të sqarosh mi se s'marr vesh me atë. S'ka problem. Pra, ajo që ju kërkohet është një kod gjurmimi. Kodi i gjurmimit është për ta futur aty, më kupton? Po. Dhe për t'i dhënë kliko, si është statusi. Mua më kanë thënë që të ka dalë. Më fal. Këtë kodin e gjurmimit jam marrë se... Jo, e ke aty në Albania te aplikimi që ke bërë për certifikat pronësie. Ose merri asaj, kush e ka bërë aplikimin? E ka bërë noterja? Noterja. Më kupton? Po këto shkesa që më ka dërguar e noterja mua, e ka numrin e aplikimit? Patjetër që e ka edhe ajo. Të gjurmimit, jo të aplikimit. Të gjurmimit? Mirë. Mirë, që dhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të marrë dhe për ty. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Do t'i Klodi. Po. Unë kam një kërkesë, kam dalë në pension. Po. Kam dalë në pension para 3 vitesh. Edhe kam 36 vite punë. Po. Kam 13 vite me hidrocentrale. Po. Kurse vite tjera i kam 5 vite kooperativë bujësore. Kurse vite tjera i kam i vetë punësum. Me pagesa pagume. Edhe kam dalë me një pension 197.000 lekë. Pys këto thot, ka që thot ashtë ajo thot nuk del ma tepër. Atere, ti e ke pyetur me fjalë apo ke bërë aplikim? Jo, kam pyet para 3 vitesh, po kam pyet të sigurimet aty ku kam dalë. Kjo gjë nuk bëhet me të pyetur i nderuar, sepse mund të ekzistojë mundësia që, të thuhet kështu. Vlen për ju dhe për të gjithë të tjerë të cilët kanë pretendime që pensioni duhet t'u kishte dalë më i lartë. Këtu futet në lojë kërkesa për llogaritje ose rishqyrtim pensioni. Në rast se dikush thotë që un kam këto vite pune dhe mendoj që duhet kishte dalë më shumë pensioni, ndjes. Në Albania duhet bëj kërkesë për llogaritje ose rishqyrtim pensioni. Dhe për 2-3 javë vjen përgjigjja dhe mënyra se si është llogaritur. Mund të jetë llogaritur dhe gabim, dhe ti merr lekët e munguara.
Kështu që vetëm në Albania bëhet ajo. Dakor, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Me Klodi. Po Klodia. Të kam marrë njerë më përpara për një problemi tim me gruan, më ka dalë pension në vitin para 3 vjetësh. Edhe ka 24 vjetë e 3 muaj punë, të pyeta për atë ligjin që ka dalë për para 94-s. Edhe kam bërë një kërkesë te Air Albania dhe ka një muaj gjysmë. Edhe më thotë që është në përpunim, po të pyes për të fundit që më takon që mos merr më me punë. Se mbajmë për çfarë ligji bëhet fjalë? Ligji ajo ka dalë në pension, po duke qenë që ka punuar në kooperativ, janë ato vitet para 94-s. Edhe unë duke qenë që nuk i ka marrë ato vite, se kanë qenë dokumenta djegura, nuk e di çfarë tek. Po mund të aplikoj edhe sot në Albania patjetër. Kam aplikuar te Air Albania, po më thotë që është në përpunim edhe sa kohë ka? Një muaj gjysmë, e ke në rregull, nëse do thotë është në përpunim, presim i nderuar, sepse sido që dhe kurdo që do dalë përgjigja, efektin do ta ketë nga momenti i bërjes aplikimit. Kështu që presim dhe pak sa kohë thotë në përpunim, se në çdo rast do të vi përgjigje. Klodi, unë e kam tek kjo, por nuk ka shumë rëndësi ajo. E cila? Për mua rëndësi ka që a është mund të ta fitoj apo jo, nuk ka rëndësi se kurrë e kish. Mund ta them me kaq sa informacione kam, kupton se duhet të shoh edhe unë të gjithë metodologjinë që është ndihmë. Faleminderit juve. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Dëgjoj tani, nuk më njihet një vit sigurime dhe një 2 vite pune. Po? Ka marrë një herë tjetër, po nuk më kënon përgjigje për këtë. Ose s'të ka pëlqyer, po ma thuaj, cili vit nuk të njihet? Mo vitin e fundit, se kam ikur nga Librazhi, ata nuk ma lëshun një vit sigurime, dhe 2 vite pune kam në Libres. Po, nuk e kuptoj çdo më thonë nuk ma lëshuan një vit pune. Si nuk ta lëshuan një vit pune, se kuptoj? Nuk ma lëshoj mu. Si ma lëshoj me vënesë dhe kështu që nuk ma njohin këta në Saran. Nuk e kuptoj ndërruar, si e lëshuan dhe si nuk e lëshuan. Ku po punoje ti në atë vit që ke probleme? Jam i siguruar një vit sigurime. Një vit sigurime? Po. E ke paguar vetë? Po, i kam letrat në rregull. Po, dhe pse nuk e ka llogaritur drejtoria e sigurimeve? Këtu pse kam punuar Librazhi në Sarand. Ke ndryshuar gjendje civile. Iku ajo, nuk të llogaritet. Tjetër 2 vite? 2 vite i kam pasur tension lart. Tension lart, dhe pse nuk ti llogarisin? Aty në Librez janë. Jo, pse s'ti llogarisin, po them. Nuk më llogaritin. Pse? Nuk e di pse. Faleminderit për telefonatën. Ikim me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Klodi, mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizori, zonjë, lutem. Klodi, mirëmëngjes. Po. Unë jam një pensioniste dhe kam dalë në pension para një 13 vjetësh. Po. Në fakt kam punuar në një profesion të vështirë si inxhiniere ndërtimi në zbatim. Dhe na doli ishte vënë një tavan që 252.000 lekë do t'ilnim neve. Dhe të kështë paguar siguracione sa të doje. Mos ka qenë tavani viteve të punës, jo i lekëve. Jo, ishte 252.000. Ka qenë me 35 vite. 5 vjet, po. Unë kisha 37 vite pune dhe 4 më njifeshe universiteti, binte 21 vjet. Megjithatë, tani me këto rritjet që thonë që do rritet në vitin 2026 pensioni, ne thonë do shkoj deri në 400.000 lekë. Po nuk e kuptoj tani që të punosh në inxhiniere thjesht dhe të marrësh një pension njësoj me një nuk do atë ashtu, po me një që bën një punë të rëndont, dhe na bie pothuajse të marrin njësoj me ata. Nuk ka ndonjë diferencim në ligj që neve duhet të na shifet ajo shkollë që kemi bërë, se tek e fundit.
Kemi pasur një ndryshim. Patjetër, e dashur, por okay, e drejta ju që thoni ju, edhe unë i këtij mendimi jam, por aktualisht nuk është se ka një miratim ligji që e rregullon këtë balancë të munguar. Po se kur shifen këto duhet të shifen dhe pensionet që këndë dalë me përpara. Pavarësisht se ndoshta gabim u bë si u bë, tani na i ribler sot. Ajo mund të quhet gabim moral, por ligjor është mirë. Ajo që mendoj dhe vlen nëse do ndërhyet, është që të miratohet një ligj që t'ja u kthej këto vite të munguara. Vetëm kështu mund të bëhet kjo, sepse në atë kohë kur ka funksionuar ka qenë ligjore, por jo morale, po themi, sepse megjithatë, këta tani me këto rishikimet që thonë në 2026-ën, duhet të na shohin dhe pensionet tona, jo vetëm këto pensione që dalin tani. Po pra po, atë po ju them. Nuk ka të krahasuar puna që bëhen sot me punën që kemi bërë ne në atë kohë, aq të vështirë. E kuptoj, thash, ajo në kohën kur ka funksionuar ka qenë ligjore, por jo morale, bijem dakord për këtë gjë dhe besoj që besoj. Jo besoj, por vetëm kjo mund ta zgjidhësh, është njësoj si po, më thuaj. Kjo për këti muhabeti themi kur të shkojmë atje, se tani ne mund tjetë edhe kështu. Atëre do na zgjidhin to punarë që të gëzonim ne dhe sa. Sakt. Shpresojmë që të jetë të bëhet sa më shpejt për të mos qenë vonë pastaj. Faleminderit shumë. Të uroj gjithë të mira. Edhe ju. Falenderoj sa aq bukur na sqaron sa. Faleminderit. E bëjmë me kënaqësi. Faleminderit shumë edhe juve. Gjithë të mira. Shkojmë me tjetër telefonues, jemi drejt fundit në minutat e mbetura të programit për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me zotin Klodi. Po, Klodi, Amurdhoni. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jam një zonjë, në janar mbush 61 vjeçe. Të lutem, kur mund të bëj kërkesën për pension? Në plus 10 muaj, domethënë nga janari plus 10 muaj. Nga janari 10 muaj. Okej, faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Unë të mbar. Ditë bukur dhe për ju. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes ju. Gjova tashi që si është ai rregulli para 94-s kush ka dalë pension. Çfarë se mora vesha, mund të më sqarosh? Nuk kishte lidhje me këtë. Kam dalë në 91-shin për arsye të fëmijës që kam pasur. Nuk ka asnjë ndryshime dash, nuk kishte lidhje me atë. Çfarë? Asgjë. Se tha un kam punuar para 94-s. Po shumica e pensionistëve sot para 94-s kanë punuar. S'ka këtu, Si? Nuk ka ndonjë përgjigje tjetër. Çfarë përgjigje tjetër? Çfarë doni të dini, dashur? Cila është pyetja që do t'i jap përgjigje? Shiko, un kam dalë që në 91-shit në pension për fëmijën që kam patur të sëmurës, si kemp. Po, me atë kam vazhduar jam edhe sot, pa shkëputje. A përfitoj gjën që kam marrë pension para 94-s? Ju keni vetëm pensionin, çfarë pensioni është ky? Unë tash jam pension pleqërie, po kam patur pensionin nga invaliditeti i trupës, mbi kujdestari dhe dola e plot. Pra ke dhe kujdestarin dhe pensionin? Po. Në rregull, tash kam pension, jo kujdestarin se kam pension. Pension, ajo është. Po, nuk ka një ndryshime, dashur. Nuk ka asnjë gjë të re. Po. Nuk ka gjë të re. Faleminderit ju. Faleminderit. Gjithë të mira dhe për ty. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Nga Fieri u marr. Urdhroni. Këtu në Mbrosta Ferko, është një lagje në Fierit, po bën kanalizim e urave të zeza. Edhe gjysma e lagjeve janë bërë, gjysma s'janë bërë, unë nuk e kuptoj këtë. Po pse kështu? Po kush e di? Nuk e di. Na kanë lënë gjysmën e asaj e kanë bërë, këto në tjerë dhe na kanë lënë. Edhe ka lagje që janë bërë deri në gjysmët. Disa shtëpi janë bërë, disa shtëpi nuk janë bërë. Vetëm të vini ta shikoni një herë. Në Mbrostar Ferko. Po, në Fier. Faleminderit. Faleminderit ty. Presim telefonat tjetër. 5 minuta. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Përgëzimi për këtë emision. Faleminderit. Që na ndihmon në çdo kohë dhe kemi drejtare të hapur. Shumë faleminderit. Kam një problem disi të veçantë.
me 2010-ën, pa dëshirën time, na hoqe nga puna. Kam punuar në naftë 39 vjetë e 8 muaj. Po. Si përfundim, e mora atë pensionin të parakoshëm të reduktuar, si mu ta quaj, me 79% të rrogës. Dhe më doli një rrogë 166.000 të vjetra. Po zërin televizorit duhet ta uni, ju lutem. Po, falë. E kam dorë. 166.000 të vjetra. Edhe kështu nuk tim tani, edhe bashkë më ushtrim, edhe ato mësues që kam qenë 42 vjetë. Po përfundova në këtë pension. Kur keni dalë në pension? Në cilin vit? Në 2010-ën. A ke dalë me ligjin e vjetër? Po, ligjin e vjetër. Qiko, ka qenë pak penalizues ai ndëruar? Po sot sa ke vlerën e pensionit? Pensioni me këto shtete që ashtu të një mund dhe statusen asatarit, u shtu në 20.000 leket, ato fakt në rregulluan deri diku, po nuk dim në një rishikim. Shiko, aktualisht nuk është se ka një të tillë, ne kemi apeluar shpesh që të bëhet kjo, por... Po, janë i vitë të tërë në naftë. Saktë, të drejtë. Po, palisht nuk bëhen. Jo, palisht nuk bëhen ato. Po, kur bëhet të shtetet e janë dhe një ky pensionin fute këtë reduktuar, so pension vitet plot e kanë. E marrë si pension të plot. Nëse e ke të plot, patjetër. Ja, 39 vjetë e 6 muaj vetëm në naftë. Po të plot do kesh sepse ti ke dalë me ligjin e vjetër, ligji i vjetër ka pasur tavan, kështu që i plot është ai jot. Plot. Shumë faleminderit, Klodi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Shëndetje. Jam i pensionist. Kam punu në ndërmarrje të shtetërore. Edhe në 2000 kam rënë në Burg. Kam bërë 15 vjetë e gjysmë në Burg. 16 vjetë e gjysmë në Burg. Edhe marrë një pension tani prej 98.000 lekësh. Njifen këto vitet si kam bërë 15 vjetë, kam bërë në Greqi dhe vjetë e gjysmë kam bërë këtu. Vitet e Greqisë po thua? Jo, Burg. Jo, i ndëruar, jo. Nuk njifen, ne? Jo, i dashur, nuk llogaritën për fat keq. Ju falemderit. Juve falemderit për telefonatën, ditë mbar. Presim tjetër, e fundit ndoshta për sot. Alo, përshëndetje. Është larguar, tani më pak çaste për telefonat tjetër. Në 068 60 54 69 068 99 0008. Alo. Jam një emigrant, shika. Doja me fol me Klodin. Po Klodja, murdoni vetëm pak shpejt se jemi drejt fundit. Okay. Atëherë Klodi. Po. Se të shoh deri televizion. Unë kam dalë, jam 72 vjeç, kam 7 vjeç që kam dalë pension. Po. Dhe me që po kam dëgju shpesh këto ligjet, edhe shoh që vetëm pak shpejt lutem se jemi goxha vonë. 10 muaj, gati një vit në 71-shin unë nuk më shërregistruar në libres punë në portë, kam pas punu, edhe në 72-shin që shkollë shtatë. Kjo një. 81 u aksidentova edhe këtu gati një vit tjetër. Mund të aplikoj për shri për... Patjetër në çdo kohë që... Po, në çdo kohë mund të aplikoni. Ka të drejtën secili për të aplikuar në çdo moment të jetës. Edhe pse kam dalë pension... S'ka lidhje fare, patjetër që po. S'ka lidhje, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Dhe mesazh shpejt, shumë pak sekonda, pra gjithë këto probleme të pensioneve që ju keni imagjinoni se sa shumë. Kemi vetë në dorë për t'i minimizuar dhe për t'i shumëzuar me zero gjithë këto probleme. Duke u mbështetur tek Sigal Invest, te kompania më e madhe e sigurimeve në vend për sa i përket pensionit privat, zgjidhja e duhur e ndër të vetmet, po themi kështu, që ka një përfitim të drejtë për drejtë dhe më shumë se sa kaq, aty ku parat tuaja marrin vlerë dhe shtohen dita ditës për të mirën tuaj. Kështu që mos u mendoni më gjatë, filloni kontriboni nga pak sot, nuk keni as pak të detyruar në kuptimin që keni një tarifë fikse dhe kaq është, nuk duhet paguash më pak. Jo, nuk ka lidhje fare. Keni 1001 lehtësira të ndryshme përfituese, kështu që mendoni sot, telefononi në numrin e telefonit 069 40 61 438, vetëm dëgjojeni, asgjë më shumë dhe pastaj binduni nga ajo se çfarë ne ju kemi thënë dhe jam shumë i lumtur që plot qytetar kanë vendosur për t'ju përgjigjur, po themi pozitivisht këtij mesazhi dhe për të menduar për veten e tyre. Kështu që good job. Faleminderit për sot, ishte gjithçka, i takohemi në lajme gjatë ditës.